Dosja hetimore në ngarkim të kryetarit të Bashkisë së Kolonjës Erion Isai ka zbuluar një skem të dyshuar manipuluese të tenderave publik ku përmes ndikimeve të tij dhe kontakteve të afërta me anëtarët e Komisionit të Prokurimeve kompania fituese ka mundur të përcaktojë vlerën dhe kriteret teknike të tenderit paraprak. Sipas PAK, prokurimi më i diskutuar lidhet me ndërtimin e ujësillësit të qytetit të Rishsekës dhe disa fshatrave përreth. Dokumentacionet dhe biseda telefonike të zbuluara mes kryebashkiakut dhe administratores së kompanisë Entela Çanos datojnë që nga një korriku i vitit 2020. Para hapjes së garës, Isai kërkonte Çanos që të finalizonte dokumentet dhe e lidh ato me Armand Tafilin, përgjegjësin e prokurimeve në bashki për të koordinuar specifikimet teknike sipas nevojave të kompanisë fituese. Hetuesit thonë se administratorja e kompanisë jo vetëm që përcaktonte vlerën minimale të tenderit, por dhe i kërkon Tafilit që të mbajë këtë informacion sekret. Kjo vlerë, e cila është thelbësore për shpalljen e fituesit, i jep një avantazh të padrejtë kompanisë në garë, duke vënë në dyshim integritetin e procedurës. Me 11 tetor 2020, kompania administruar nga Entela Çano shpallet fituese duke forcuar dyshimet e SPAK për favorizim të qëllimshëm dhe shkeljet e ligjit të prokurimeve publike. Hetimet e SPAK përfshin gjithashtu 4 procedura të tjera të prokurimeve në Bashkinë e Kolonjës, përfshirë ndërtimin e rrugës Korçër-Sek, loti i parë dhe i dytë dhe mbikëqyrjen e punimeve të ujësillësit të Rishsekës. Deri më tani, kryetari Erion Isai është marrë i pandehur për shpërdorim detyre dhe shkeljeve të barazisë në tendera, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar akuzat e mundshme për korrupsion dhe shkelje të tjera ligjore. Burimet e SPAK-ut theksojnë se këto hetime janë pjesë e përpjekjeve për të garantuar transparencë dhe integritet në prokurime publike, si dhe për të parandaluar shpërdorimin e fondeve shtetërore në projekte infrastrukturore.